Një muaj pas kontrollit të parë, një tjetër kontroll blicu zhvillua nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve në Burgun e Reçit në Shkodër. Ka informacionet e marra në rrugë operative nga IEVP Shkodër në bashkëpunim me Agjencinë e Mbikëqyrjes në sistemin e ekzekutimit të vendimeve penale dhe në drejtimin e drejtuesit të institucionit si dhe shefit të policisë, u zhvillua kontrolli në ambientet e brendshme të këtij institucioni. Gjatë kontrollit në godinën numër 2 u gjetën 3 aparate celular, konkretisht në ambientet e dusheve është gjetur një aparat celular i markës Xiaomi. Në lavanderi është gjetur një aparat celular Nokia dhe një tjetër iPhone, së bashku me 2 fisha karikimi. Për rastin e fjalë janë hartuar raportet përkatëse të incidentit dhe procesverbale të bllokimit, ndërsa është njoftuar agjencia për ndjekje të mëtejshme të procedurave. Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve prej më shumë se një muaji po ushtron kontrolle intensive në të gjitha institucionet e vuajtjes së dënimit me qëllim sekuestrimin e sendeve të paligjshme që mund të ndodhen në ambientet e këtyre institucioneve. Gjatë kontrolleve në qelitet burgosurve dhe në ambientet e përbashkëta në këtë periudhë janë gjetur sende të ndaluara të improvizuara nga të burgosurit. Kujtojmë që në kontrollin e parë kaluan në sit 38 dhoma ku konstatuan një sër shkeljesh, ndërsa tashmë fokusi i veçantë do të mbetet për t'i monitoruar në vazhdimsi këto IEVP, ku në pjesën më të madhe të tyre nuk kanë munguar edhe rastet e skandaleve të publikimit të një sër çështjeve të cilat kanë ngritur pikpyetje mbi sigurinë e burgjeve.